يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi të kënë Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar. Prej atyre gjërave që neve na mbrojnë, na shpëtojnë prej zjarmit të xhehenamit, bëhen shkak që ne të shpëtojmë prej zjarmit të xhehenamit, është edhe ajo që nëse një diçka që e kam pas përmend më poshtë për përsëriti për shkak temës, është edhe ajo që nëse ndonjërit prej neve i vdek ndonjë fëmijë, i vdes ndonjë fëmijë, atëherë sabri, durimi për këtë musibet që ka goditur, është shkak që ai me hyn në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Siç na tregoi pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që e sjellë Buhariu dhe Muslimi, që vjen prej Ebi Saidin el-Khudrijit radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte duke ju ligjëruar gjinisë femrore grave. Dhe duke ju ligjëruar atyre ju tha se, o ju gra, nëse ndonjërs për juve i vdesin 3 fëmijë, nëse ndonjërs për juve i vdesin 3 fëmijë, ajo bën durim, tha ata fëmijë do të jenë perde për të prej zjarmit të xhehenamit në ditën e gjykimit. E atëherë njëra prej grave tha se, o i dërguar i Zotit, e nëse ndonjërs prej neve i vdesin vetëm 2 fëmijë, si është puna? Pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha, edhe nëse veç 2 i vdesin, do të jenë mburoj për të prej zjarmit të xhehenamit. Prandaj duhet njeriu që muslimani që nëse goditet me këtë sprov, goditet me këtë që Allahu Azza wa Jall ja merr një prej robërve të vet, një fëmijë të saj apo të tij, ai duhet të bën durim për hir të Allahut. Jo për atë se s'ka rrugëdalje, vetëm se hesht, por durimin e bën për hir të Allahut Azza wa Jall, ata do të jenë mburoj për të ditën e gjykimit. Kjo ishte për 3. Pastaj e sjell Imam Ahmedi një hadith tjetër që në hadithin është folur për saksinë e tij, ndërsa Sheikh Shuaibi ka thonë është i vërtetë me mbledhjen e rrugëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë hadith tha, "Men qaddama 3 lam tublughu al-hinath, kanu lahu hinsan hasinan min an-nar." Kujt prej juve i vdesin 3 fëmijë, ata do të jenë perde mburoj dhe kështjell mes tij dhe zjarmit të xhehenamit. Pra ai do të mbrohet prej zjarmit të xhehenamit. Atë nuk do ta djeg zjarmi i xhehenamit. Nëse i vdesin 3 fëmijë. Dhe një prej sahabëve ishte interesuar ato dhe i tha, ai ishte Abu Dardaja dhe i tha, ai dërgumi i Zotit, qadimtu thnein, po nëse veç 2 vdesin, pejgamberi alayhi salatu wasallam tha edhe nëse veç 2 vdesin. Veç nëse 2 vdesin, do të jenë mburoj prej zjarmit të xhehenamit për ty. Atë sahabiu tjetër Ka'bi, Ubay ibn Ka'b tha, o i dërgumi i Zotit, po nëse veç nëse vdes veç një, pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, wa wahidun walakin dhaka fi awwali sadmatin, po tha, o Ubay, edhe nëse veç një të vdes, por tha durimi shfaqet dhe tregohet në goditjen e parë. Mos e harroni tha, durimin paraqitesh se ti je të bo durim sabër për hir të Allahut në goditjen e parë.
Prandaj edhe që një fëmijë, nëse dikuj i vdes, ai është i shpëtuar dhe bën durim për hir të Allahut, ai është i shpëtuar prej zjarmit të xhenemit. Një hadith tjetër që me mbledhjen e rrugëve, Sheikhul Albani thotë hadithi është i mirë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, që hadithi vjen prej Ebu Musa al-Ash'ariut, dhe i tha, kur t'i vdek njeriu, Allahu azza wa jalla i thot melekëve: o meleket e mi, a ja morët robit tem atë thamarat e fuadih, atë dashurinë e zemrës së tij, a ja morët fëmin, e quajti pejgamberi dashuria e zemrës së tij, a ja morët atë? Meleket i thojnë: o Zot, e ja morëm shpirtin atij, shpirtin e fëmisë të robit tanë që na urdhrove. E Allahu azza wa jalla ju thot melekëve: o melekët e mi, e si e priti robi jam, kur jo ja morët shpirtin fëmisë të tij, si priti robi jam? Tha: o Zot, robin tanë nuk e kemi ndëgju diçka tjetër vetëm se duke thënë, ka thënë veç hamideke wastarja'a, veç të thëke elhamdulillah, të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi. Allahu i thot, edhe pse edhe më mirë se këta e din, edhe më mirë se meleket, i tha: a kështu ata thëshin? Meleket tanë kështu ata thëshin, o Zot. Pra e mirëpritën këtë sprovë. Banë ndorim për hir të Allahut. A di se si urdhroi Allahu këta melek? Allahu ju tha këtyre melekëve: o melekët e mi, shkoni në xhennet dhe ndërtoni një shtëpi këtij burrit ose gruaje që ka bërë dorim për hir të Allahut. Edhe e ka mirëpritur ato që unë ja kam marrë shpirtin e fëmisë së tij, dashurinë e zemrës së tij. Shkoni dhe ndërtoni një shtëpi në xhennet dhe vëni emrin shtëpia e falënderimit. Apo e vreni? Edhe një shtëpi ta ndërton Allahu enkas për ty, edhe pse të mirat e tjera në xhenet presin, por enkas një shtëpi, veç pse ti kur goditi kjo, kur Allahu ja mori shpirtin një fëmisë tënd, ti thu alhamdulillah, tek Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi. Allahu ta ndërto enkas një shtëpi atje në xhenet. Po kjo është një prej rrugëve. Nëse don një musliman që është i goditur me këtë, nëse don me shpëtu prej zjarmit të xhenemit, është një prej rrugëve. Rrugë tjetër është edhe ajo se nëse ndonjërin prej neve e ka kapur një temperaturë e madhe në trupin e tij, e ka kap një ethe, e kanë kap ethe të mëdha në trupin e tij, por Allahu azza wa jall sa i mëshirshëm është, so bujar, so shumë jep Allahu azza wa jall, ai ta ka sjell këtë ethen, këtë temperaturën në trupin tanë, ai ta ka sjell që ti nëse di me shfrytzu, ai ta ban pastaj mburoj prej zjarmit të xhenemit këtë flamën, smundjen tënde që ai ta ka dërgu. Nëse ti din mos sjell mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që e sjelli edhe Ibn Majah, edhe Imam Tirmidhi dhe Sheikhul Albani tha është i vërtetë. Është hadith i vërtetë në zinxhir. Një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi e vizitoi një prej të afërmëve të vet, që e kishte kap një temperaturë e madhe në trupin e tij, edhe ethe të mëdha, sa që gati prit ke vdekjen ai robi, ai sahabiu. Pejgamberi alayhis salam shkoi dhe i tha: ubashiruk fa inna Allah yaqul hiya nari usallituha ala 'abdi mu'min fi ad-dunya litakuna hadhahu min an-nar fi al-akhirah. Tha: shoku jon, të përgëzoj tha, të pasken kop ethe të mëdha, temperaturë e madhe. Tha: të paska kop, e unë po të përgëzoj. Ai u çudit, si më përgëzu, kur kë gati sa shpirti nuk i dilke prej temperaturës së madhe që kishte goditur, edhe prej etheve të mëdha. Tha: unë të përgëzoj. Tha se Allahu azza wa jall ka thonë, unë kur ta godas, tash po tregon pejgamberi sa, kur ta godas një musliman një rob timin besimtar, kur e godas me një kësi temperaturë në dunjë, me një kësi lloj zjarri në dunjë, do ta shpëtoj atë prej zjarmit në botën tjetër në ahiret. Vetëm se do ta bësh durimin për hir të Allahut azza wa jall. Për këta, një herë për herave, pejgamberi alayhi salatu wasalam i ndëgjoi disa shokë të tij. Njëri prej tyre
ishte kanë i goditur prej temperaturës së madhe dhe etheve, dhe ishte goditur dhe ai foli rand, e fyeti këtë flamë ose këtë smundje. Pejgamberi a.s. tha, la të subbeha, fe inneha të nëfi dhunube kema të nëfi naru, khabet e lhedidi, mos e fyta këtë smundje, mos e fy temperaturën e madhe që të ka kapur, këto ethet që të kanë kapur, mos i fy, dhe se Allahu Azza wa Jall ti shkirin mëkatet e tua me këtë lloj smundje që ajta ka pru, ti shkirin mëkatet që e shkirin në zjarri, ato dryshkun e hekrit, nëse shtin hekunin e dryshkun, e shtin në zjarri ja shkrin atë dryshkun, që shtu tha, ti shkrin mëkatet e tua, i tha pejgamberi asëm, dhe hadithin e sjell Ibn Majah dhe Sheikhul Albani thot hadithi është autentik. Ndërsa prej rrugëve të tjera që neve na shpëtojnë prej zjarmit të xhenemit, është edhe ajo që na duhet neve muslimanëve, në veçanti ta kemi, ajo është morali i mirë, sjellja e mirë, sjellja e mirë me vëllain tan musliman, sjellja e mirë me të afërmit e tu, me më të mëdhaj se ti dhe me të vegjëlet e tu, që janë më të vegjël se ti, sillesh mirë edhe me prindër tash, por me axhallarë dhe të afërmit, po edhe me dietarë dhe njerëzit e dijes, po edhe me nxënësat e dijes, sillet mirë, sjellja në përgjithësi e mirë e jotja, është prej rrugëve që ty të shpëton prej zjarmit të xhenemit. Njëherë për herave, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që e sjell edhe Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi dhe të tjerë dhe Sheikhul Albani thotë është autentik hadithi, tha pejgamberi alayhis salam, ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nari wa biman tahrumu alayhi an-nar. O ju shokët e mi, dhe këtë ju drejtu umetit krejt. Tha o ju shokët e mi, a doni t'ju tregaj se për kë është e ndaluar ose i është kujt i është bërë haram zjarmi i xhenemit. Ose zjarmi i xhenemit kanë nuk guxon me prekën në botën tjetër. Por kanë zjarmi i xhenemit e ka të ndaluar me prek. Shokët e pejgamberit ishin të interesuar se për kanë qenë ka haram zjarmi i xhenemit. Kanë që dhe njeri zjarmi i xhenemit s'po guxon ka me prek hiç. A dini se për kanë tha pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ala kulli qaribin hayyinin sahlin, çdo njeri që është i afërt me njerëzit, e nuk është vetjak, njeri që është i afërm, e jo nuk uzon njeri me ju afru atij afër se nuk gjon fjalë për atë njeri, por është i afërt, me cilin do që ai takohet edhe vret një afërsi sikur e njeh që sa kuhat njeri, që sa ku ndoshta e njeh edhe pse ndoshta emrin si atin të plot hiç, por është njeri i afër me njerëzit. E për këtë njeri, zjarmi i xhenemit e pas ka të ndaluar me prekë këtë njeri. Po për tjetër, tha pejgamberin këtë hadith, tha, hayyinin sahlin, edhe njoni që është i lehtë, kollaj, let me të ban muhabet, let me të ban muhabet, let me të ban tregti, let me të ban laf, edhe kollaj, let me ton bashkohësh, let me ton hin muhabet, edhe qel tema dhe knaqësh në muhabet, pra i sjell shumë. Për këta e përmeni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse njëri është i afër me njerëzit, është i butë në të folur, është i sjellshëm të folur, është i butë në pamjen e tij, është i buzëqeshur në fytyrën e tij, është i sjellshëm dhe njerëzit let me të bojnë llafe muhabet dhe let ja tregojnë hallet e dertet e tij atij personi. Për këtë tha pejgamberi, këtë njeri zjarmi i xhenemit nuk e prek. Prandaj pe këtij hadithi të fundit marrni mësim që mos u bë njeri i vrazhd, por bëhu njeri i qelur. Bëhu njeri bujar si dhe në bujar në fjalët e tua, edhe bujar në prej xhepit të tënd, po edhe bujar në fjalët e tua, edhe bujar në sjelljet e tua, edhe mbolaj ndajherë të afërmit e tu nëse ata ndajherë kanë rshqit dhe kanë thonë kanë folë ndajherë për ty ndajsen. Po mos u bëj vrasht, bëhu i qelur dhe i pranueshëm për njerëzit. Atëherë tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, për këtë zjarmi i xhenemit këtë njeri nuk e prek. Në alusmi Allahun azza wa jall që
prej zjarmit të xhehenamit, Allahu të na shpëton. Lusmi Allahun azza wa jall që Allahu të metat të na mbulon. Lusmi Allahun azza wa jall prej banorëve të xhenetit të na ban. Lusmi Allahun azza wa jall që të vdekurit tanë Allahu, të vdekurit tanë musliman, Allahu me xhenetat atë shpërlan. Lusmi Allahun azza wa jall që muslimanëve ku do në botë që janë, Allahu të ndihmon, e neve atje me pejgamberët dhe të dashur dhe të afërmit ton, atje në xhenetën e takon. Walhamdulillahi rabbil alamin.